Voltan Xhani, 39 vjeçari i cili u vu në pranga në kuadër të operacionit Enigma në Durrës, është i dyshuar kryesor për organizimin dhe vrasjen e Elis Roshkodolit në Shkodër. Ngjarja ndodhur mesditën 30 gushtit 2024. 39 vjeçari Xhani konsiderohet nga policia si një person me rrezikshmëri të lartë. Mbi të rëndojnë veprat penale, trafikimi i mjeteve motorike kryer në bashkëpunim dhe sigurimi i kushteve dhe i mjeteve për të kryer vrasje. Në funksion të hetimeve për zbardhjen dhe dokumentimin ligjor të vrasjes marrëmzjarri të shtetasit Elis Roshkodolit. Bashkë me Voltan Xhanin është arrestuar edhe vëlla i tij, Jurger Xhani, ndaj të cilit tashmë është hapur dosje hetimore për akuzën e prodhimit dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe e municionit, moskallëzimi i krimit dhe përkrahja e autorit të krimit. Elis Roshkodoli u vra me 30 gusht 2024, duke u qelluar me 18 plumba pistolete. 36 vjeçari i vetëdijshëm për konfliktet e shumta mbante me vete një pistolet me fishek në fole, e gatshme për qitje, të cilën grupi hetimor e gjeti në çantën e viktimës pas vrasjes. Policia dyshon se një automjet tip Benz ngjyrë gri ka ardhur nga rruga Isof Sokoli dhe 36 vjeçari u qellua teksa pinte kafe në një lokal në Unazën perëndimore. Në lokal në momentin e vrasjes ndodheshin 4 persona, viktima, pronari i lokalit dhe 2 klientë të tjerë. Njëri prej dëshmitarëve ka qenë shumë afër 36 vjeçarit, por ka deklaruar se nuk ka qenë me të në tavolinë dhe se viktima po pinte kafe i vetëm. Lokali ku ndodhi vrasja mësohet se nuk ka kamera sigurie, gjë e cila e vështirësonte më shumë punën për policinë.